Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme nisi me homazhe në memorialin Adem Jashari në Prekaz, vizitën e parë zyrtare në Kosovë, në cilësinë e shefes së diplomacisë shqiptare. Qartë më pas theksoi se Kosova është prioritet i politikës së jashtme të Shqipërisë dhe s'është koha që Kosova duhet të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ta themi me plot gojen që Kosova meriton statusin e vendit kandidat pa standarde dyfisha dhe pa pritje të pafundme. Siguria e Kosovës është siguri për Shqipërinë, tha Spiropali, duke premtuar mbështetje të Tiranës për Prishtinën për të siguruar fitore të reja në arenën ndërkombëtare. Shqipëria do të intensifikojë angazhimin diplomatik për zgjerimin e njohjeve në koordinim të vazhdueshëm së bashku krah për krah. Krah homologut Glau Konjufsa, që njëherësh është numri 2 i qeverisë së Albin Kurtit, shefja e diplomacisë shqiptare theksoi qëndrimin për procesin ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Nuk mund të prodhoj perceptimin se viktima dhe agresori vendosen në të njëjtin plan ligjor, moral dhe historik. Qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës pritet të rikthehen këtë vit me mbledhjen e përbashkët, ku të diskutohen të gjitha marrëveshjet e nënshkruar deri më tani, fushat me interes të përbashkët. Flasim për përgjegjësinë e dy shteteve që i përkasin të njëjtit kënd. Nga Prishtina, Spiropali theksoi dhe qëndrimin e Shqipërisë mbi procesin e dialogut me Serbinë. Dialogu mbetet rruga për një zgjidhje të qëndrueshme dhe për stabilitet afatgjat në rajon. Por stabiliteti nuk ndërtohet mbi mohimin e realitetit. Shqipëria dhe Kosova bashkë me vizion afatgjat ishte vizioni që shefja e diplomacisë shqiptare diskutoi në takimet me homologun Konjufsa, presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Mbështetje për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe avancimin drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, fillimi i bashkëpunimit për projekte transformuese, nga hekurudha kuqezit e korridoret energjetike, ishin temat e diskutimit.